Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Me tingujt e muzikës dhe valleve tradicionale, ansambli Kavajës ju bashkua festimeve për 21 vjetorin e përfshirjes së Gjirokastrës në UNESCO. Performanca zhvilluar në pazarin karakteristik, mlodhi dhjetra qytetarë dhe turistë, duke sjellë atmosferë festive dhe duke promovuar trashëgiminë kulturore të qytetit të Gurtë. Golemi i Kurveleshit po njeh një zhvillim të ri fal përmirësimit të infrastrukturës dhe rikthimit të banorëve. Restaurimi i shtëpive tradicionale dhe investime në bujtina po i japin hova agroturizmit, ndërsa blegtoria vijon të mbetet baza e ekonomisë familjare. Gastroenteritet dhe endorovirozat vazhdojnë të jenë prezente në Gjirokastër edhe në këto ditë koriku. Burime pranë urgjencës së Spitalit Rajonal Omenishani thonë se numri i pacientëve ka ardhur në rritje dhe raste janë shënuar si tek fëmijët edhe tek të rriturit. Produktet tradicionale përmetare nuk ofrohen vetëm në bujtina dhe shtëpitë e zonës, por edhe përgjatë aksit nacional Këlqyr Përmet, ku vizitorët ndalojnë duke shijuar dhe bler prodhime artizanale. Sipas tregtarëve, turistët polak janë ndër klientët më të interesuar për shijet autentike të zonës. Ju njohim tani më gjerësisht. Me tingujt e muzikës dhe valleve tradicionale, ansambli Kavajës ju bashkua festimeve për 21 vjetorin e përfshirjes së Gjirokastrës në UNESCO. Performanca e zhvilluar në pazarin karakteristik mlodhi dhjetra qytetarë dhe turistë, duke sjellë atmosferë festive dhe duke promovuar trashëgiminë kulturore të qytetit të Gurtë. Ansambli Kavajës solli atmosferë festive në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, ku mbrëmjen e djeshme performoi përpara dhjetra qytetarëve dhe turistëve. Tingujt e muzikës tradicionale dhe vallet popullore tërhoqën vëmendjen e të pranishmëve, duke krijuar një mbrëmje të veçantë në zemër të qytetit të Gurtë. Përfaqësues të ansamblit u shprehën se Gjirokastra mbetet një nga qytetet ku rikthehen me kënaqësi, duke theksuar se nuk është hera e parë që performojnë në qytet. Sipas tyre, çdo dalje në skenë është një mundësi për të sjellë më pranë publikut vlerat dhe traditat e pasura të krajinës së tyre. Ne sillim të gjitha të mirat për Gjirokastrën, jo sot, po prej vitesh, se unë në Gjirokastër kam marrë 14 vjeç. Edhe kam kënaqësinë që vim prapë, edhe aq më e madhe është në UNESCO, se ne jemi të përzier faktikisht edhe ne marrim pjesë në Berati, jemi në Berati, edhe Berati është në UNESCO, kështu që më bëhet shumë qefi për këto që vazhdon ky event, jo vetëm Gjirokastra, por të vazhdojnë të gjithë qytetet e tjera. Është një event i madh vetëm edhe për turistët. Po edhe sjell vlera sepse Gjirokastra ka qenë gjithmonë në pjedestal, me të vërtetën, timet e thjeshtë. Jo se kemi ardhur në festivale prej vitit 68, po ka merituar dhe e meriton. Falenderojmë bashkinë që na bëri ftesën. Jemi shumë të lumtur që vim Gjirokastër, se Gjirokastër është të vish për ditë dhe nuk gopesh. Kemi sjell disa gjëra nga folklori i përgjithshëm i vendit tonë. Mendojmë që kemi sjell diçka të bukur. Kjo performancë erdhi në kuadër të 21 vjetorit të përfshirjes së Gjirokastrës në UNESCO, një përvjetor që është shoqëruar me aktivitete të ndryshme kulturore të organizuara nga bashkia. Qëllimi është promovimi i trashëgimisë kulturore dhe rritja e interesit turistik për qytetin. Me rastin e 21 vjetorit të Gjirokastrës në UNESCO, Bashkia e Gjirokastrës ka organizuar ditën e sotme një sër aktivitetesh, ku kulmojmë mbrëmjen e sotme me ansamblin i cili vjen nga qyteti i Kavajës. Do të performojnë në sheshin përballë pllakës UNESCO-s, aty ku aktivitetet kanë nisur që prej paraditës së sotme nga ana e Bashkisë së Gjirokastrës. Do të jetë një mbrëmje fantastike. Ka qytetarë dhe turistë shumë të cilët janë bërë pjesë e këtij aktiviteti, ku kemi nisur në qafën e pazarit karakteristik dhe tashmë jemi, le të themi, pozicionuar në skenën e ngritur Enkas për këtë aktivitet me rastin e 21 vjetorit të Gjirokastrës në UNESCO. Mbrëmja e kaluar u kthye në një pikë takimi mes traditës dhe turizmit, ku të huajt dhe vendasit u bën pjesë të njëjtës atmosferë festive. Eventet të tilla po kontribuojnë në gjallërimin e jetës artistike dhe në forcimin e imazhit të Gjirokastrës si një destinacion i rëndësishëm kulturor.
Saranda, Vionte mbetet një nga destinacionet më të kërkuara turistike në Shqipëri gjatë sezonit veror, duke mirëpritur mijëra vizitor vendas dhe të huaj që zgjedhin Bregdetin Jugor për pushimet e tyre. Plazhet me yrat e kristalta, trashëgimia kulturore, klima mesetare dhe oferta e pasur e shërbimeve turistike e kanë kthyer qytetin në një pikë të rëndësishme të turizmit shqiptar. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga mbrëmjet e korrikut në Sarandë. Saranda e bukur, shkruan Rama. Saranda është e njohur për vijën e saj bregdetare, gjiret piktoreske, ujërat e pastra dhe afërsinë me disa nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Parku Kombëtar i Butrintit, i shpallur pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO, si dhe zona turistike të Ksamilit, janë ndër atraksionet kryesore që tërheqin vizitorë gjatë gjithë vitit. Gjatë muajve të verës, Saranda përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve, me vizitorë nga vende të ndryshme të Europës dhe më gjerë. Golemi Kurveleshit po një zhvillim të ri fal përmirësimit të infrastrukturës dhe rikthimit të banorëve. Restaurimi i shtëpive tradicionale dhe investimet në bujtina po i japin hov agroturizmit, ndërsa blegtoria Vionte mbetet baza e ekonomisë familjare. Dikur numëronte rreth 180 shtëpi dhe ishte një nga fshatrat më të mëdhenj të Kurveleshit. Golemi njihej për traditat, mikpritjen dhe jetën e gjallë komunitare që e karakterizonte ndërbreza. Me ndryshimet e viteve 90, shumë banor u larguan drejt qyteteve ose emigruan jashtë vendit, duke lënë pas shtëpi të mbyllura. Sot, shumë familje po rikthehen për të restauruar shtëpitë e trashëguara, me synim për t'i kthyer ato në bujtina dhe ambiente mikpritëse për turistët. Në dimër banojnë rreth 10 familje, ndërsa tani në Behar bëhen 40 ose 50 familje, sepse ky ka qenë një fshat blegtoral dhe të gjithë kthehen edhe për të veruar me bagtin fshat. Plus që ka dhe pensionista që vinë të kalojnë Beharin për shkak të klimës të mrekullueshme që ka fshati. Është bërë dhe rruga, tani kanë filluar njerëzit të bëjnë rindërtimin e shtëpive, shumë shtëpi kanë filluar të rindërtohen. Edhe pse turizmi po fiton terren, blegtoria mbetet shtylla kryesore e ekonomisë familjare. Banorët këtu kryesisht merren me blegtori. Ka shumë të imta, dhënë më shumë dhe pak dhi. Këto janë drejtimet që ka fshati sot. Ka 2 punishtë e qumshti. Bujqësi në fakt nuk ka këtu, blegtoria është kryesorja. Dhe vinë gjatë pranverës, në dimër shtegtojnë, se këtu bie borë në dimër. Dhe vinë tani në pranverë me tufat baktive, kanë fusha, kanë dalë në male, ka bagjo, punishtë e qumshtë. Këto vitet e funit ka filluar dhe agroturizmi, me ardhjen e rrugës, të gjithë kanë ardhur investojnë, restaurojnë shtëpit. është diçka që është rinjallur. Po përgjithsisht blegtoria. Kemi dhe 2 bargjo këtu që nuk e vera si mendjen se ku ta çojmë mbulmetin. Bukurit natyrore, tradita e ruajtur dhe qetësia që ofron zona, po shihet gjithnjë më shumë si një potencial i rëndësishëm për zhvillimin e fshatit Golem. Policia e Sarandës ka arrestuar një 31 vjeçar nga Tirana gjatë operacionit të koduar mekanizmi, pasi në automjetin e tij u gjetën të fshehura 4 pistoleta në tunelin e Skërficës. Sipas hetimeve, armët të dyshohet se ishin trafikuar në pjesë ishin montuar në Shqipëri dhe do të shiteshin një grupi kriminal në Sarandë. Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë. Një operacion i koduar mekanizmi i zhvilluar nga Komisariati i Policisë Saranda bashkëpunim me strukturat e tjera të policisë së shtetit dhe nën drejtimin e prokurorisë ka çuar në arrestimin e një 31 vjeçari nga Tirana i dyshuar për trafikim armësh. I arrestuari me inicialet KB u ndalua në tunelin e Skërficës pasi prej disa kohësh ishte mbajtur në vëzhgim nga shërbimet e policisë. Gjatë kontrollit të automjetit që ai drejtonte, efektivët zbuluan të fshehura në dyshemen 4 armë zjarri, pistoleta të
cilat u sekuestruan së bashku me automjetin. Sipas hetimeve paraprake, armët dyshohet se janë trafikuar në Shqipëri në pjesë, janë montuar më pas dhe do t'i shiteshin një grupi kriminal që vepron në Sarand. Policia bën me dije se 31 vjeçari ka precedente mëparshëm penal në fushën e narkotikëve. Operacioni u realizua në bashkëpunim me Njësinë e Sigurisë Publike Fier dhe Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale të Policisë së Shtetit, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe zbardhjen e plotë të rrjetit të trafikimit të armëve. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Gastroenteritet dhe enterovirozat vazhdojnë të jenë prezente në Gjirokastër edhe këto ditë koriku. Burime pranë urgjencës Spitalit Rajonal Omer Nishani thonë se numri pacientëve ka ardhur në rritje dhe raste janë shënuar si tek fëmijët edhe tek të rriturit. Me rritjen e ndjeshme të temperaturave janë shtuar edhe rastet me viroza në traktin tretës që kërkojnë ndihmë në urgjencën e Spitalit të Gjirokastrës. Mes pacientëve që paraqiten ka dhe nga ata që ka nevojë për hospitalizim. Numri ka ardhur në rritje, thot shefja e këtij shërbimi Jona Leka, si tek moshat pediatrike edhe tek të rriturit. Me bark të vjella, temperaturë, ne i fusim në grupin e enterovirozave, gastroenteritëve, që shoqërohen edhe me temperaturë ndër të tjera. Numri është i lartë, si tek moshat e rritura, edhe tek moshat pediatrike. Rastet nuk kanë qenë të komplikuara, por ama kanë qenë rastet cilat kanë patur nevojë për mjekim edhe spitalor. Ndërsa vera është në pikun e saj, Leka renditet dhe masat paraprake që duhen marrë për të shmangur enterovirozat. Që është kujdesi me ushqimet e parapërgatitura, ushqimet e gatuara jashtë shtëpisë, hidratimi mirë, limitimi i kontaktit me subjektet cilët kanë problematika të tilla të shfaqura, të barkut, të vjellave, temperaturës, dhe natyrisht në shfaqjen e parë të simptomave, paraqitja tek mjeku i familjes fillimisht, në mënyrë që të fillohet terapia hidratuese dhe pastaj terapi ndihmëse varësisht shqetësimeve që ka pacienti. Kujdes shumë i rëndësishëm duhet treguar tek moshat e ulta, moshat e vogla, që të mos ekspozohen ndaj temperaturave të larta, sidomos në situatën e enterovirozave shoqëruar me temperaturë. Sepse humbjet e ujit nga trupi mund të shkaktojnë nën efektin e temperaturave të larta dëme edhe më të rëndësishme në organizëm, komplikacione edhe më të rëndësishme. Kjo vlen dhe për të rriturit si këshill, por gjithmonë të rriturit kanë le të themi fuqi të përballojnë më shumë se fëmijët në këtë aspekt. Por limitimi gjithsesi i ekspozimit në temperatura të larta ndihmon në rekuperim më të shpejtë. 5 deri në 10 raste në 24 orë paraqiten në urgjencën e Spitalit Rajonal Omer Nishani të prekur nga enterovirozat dhe gastroenteritet. Qarku i Gjirokastrës po shënon rritje të fluksit të vizitorëve gjatë sezonit veror. Krahas interesit për destinacionet natyrore dhe trashëgimin kulturore, siguria e turistëve mbetet një nga sfidat kryesore. Ekspertët e turizmit kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve për parandalimin e incidenteve dhe garantimin e një përvoje sa më të sigurt në shtigjet dhe destinacionet turistike. Rritja e ndjeshme e numrit të vizitorëve në qarkun e Gjirokastrës gjatë sezonit veror ka nxjerrë në pa edhe nevojën për marrjen e masave që garantojnë një udhëtim sa më të sigurt për turistët. Përveç promovimit të destinacioneve natyrore dhe kulturore, vëmendje veçantë po i kushtohet edhe sigurisë për gjatë shtigjeve turistike dhe zonave më të frekuentuara. Hera herës kemi pasur raste që grupe turistësh janë ndaluar nga persona të ndryshëm të cilët nuk i kanë lejuar që të kalojnë në atë shteg turistik. Si duket kjo edhe për arsye të organizimit apo të mosnjohjes që shtigje turistike janë shtigje që të çojnë në destinacione dhe këto destinacione janë pronë lokale, rajonale dhe kombëtare. Pra bashkëpunimi i pushtetit vendor duke nisur nga kryesitë e fshatrave për të përfunduar tek këshillat bashkiake është një domosdoshmëri. Pra marrëveshjet midis atyre që drejtojnë poshtë duhet të ngrihen në stadin e atyre që drejtojnë lart. Duhet rrugë ligjore me qëllim që turizmi kulturor apo të gjitha variantet e turizmit të mos kenë pengesa. Ato janë e ardhmja ekonomike e rajonit tonë.
Ekspertët e turizmit theksojnë se mirëmbajtja e shtigjeve, përmirësimi i sinjalistikës orientuese dhe informimi në kohë i vizitorëve janë element që ndikojnë drejt për drejt në një eksperiencë të sigurt dhe cilësore. Monumentet ndodhen në natyrë dhe si të tillë shtigjet turistike nuk janë vetëm fushore, po janë kodrinore, malore, janë në rrëpira, janë në ngjitje, në zbritje dhe kështu që këto shtigje kërkojnë patjetër marrjen e masave brenda standardeve që lejon ligji, me qëllim që këta turisht ashtu siç disen të kthehen, sepse kemi pasur shumë raste, jo vetëm ankese, por kemi pasur raste të cilët kanë përfunduar edhe duke u mjekuar, duke pasur parasysh vështirësitë natyrore, terrenin e thepisur që destinacionet, monumentet kulturore, historike janë. Kështu që një marrëveshje nga poshtë, lartë, i të gjitha institucioneve për të parë më së miri terrenin ku ndodhen destinacionet turistike, do të bënte që të gjitha destinacionet të ishin të sigurta, por në të njëjtën kohë jo vetëm të sigurta, por të sigurta për të përmirësuar ekonominë rajonale, sepse shtigjet turistike përkthehen në ekonomi. Bashkëpunimi mes autoriteteve, operatorëve turistik dhe komunitetit lokal pritet të kontribojnë në ofrimin e një përvoje më të sigurt dhe më të këndshme për çdo vizitor që zgjedh Gjirokastrën dhe zonat përreth si destinacion turistik. Edhe pse parku kombëtar i Butrintit vijon të tërheqë numër në rritje vizitorësh, operatorët e tureve ujore në liqen raportojnë një sezon më të dobët. Sipas tyre, interesi i turistëve të huaj për lundrimet me varg ka rënë, ndërsa më të preferuara mbeten vizitat në Kalan e Alipashës dhe turet e kultivimit të midjeve. Numri i turistëve që vizitojnë parkun kombëtar të Butrintit është në rritje nga viti në vit, duke e kthyer këtë zonë një nga destinacionet më të frekuentuara në jug të Shqipërisë. Megjithatë, kjo rritje nuk po reflektohet njësoj tek të gjithë operatorët turistik që ofrojnë aktivitetin pranë liçenit të Butrintit. Operatorët e barkave turistike po përballen me një sezon më të dobët se pritshmëritë. Sipas tyre, interesi i turistëve të huaj për turet me barka këtë vit ka qenë më i ulët. Ramiz Emini, i cili operon prej më shumë se 12 vitesh në këtë zonë, shpreh se ky sezon nuk po ecën sipas parashikimeve dhe kërkesat për shërbimet e tyre kanë rënë ndjeshëm. Tani gushti besoj ishte ikur, po pritet me një muaj të punosh për shembull të nxjerr gjithë sezonin për muaj e varfër. Ja shikoj barkat ku janë të latë lidhur. Detyrime njërin tjetrën. I sajti vit vajti që ju bëni ture në barka? Unë jam 12 vit këtu, unë kam hapur me një varg druri, para 12 vjetësh, këtu me një varg druri, për të Kalan Alipashës, për turet e midjeve, edhe në kohën e Covidit kemi punuar shumë bukur. Se gjithë shqiptarë nuk dolën jashtë Shqipërisë, kanë xhiruar këtu, kanë punuar. Këtë vit, gjithë parës, pa u folur, thonë jo. Me këtë punë bani familje? Po me këtë punë, po më të. Me këtë dhe ku do dalim të vit. Megjithatë, sipas tij, turistët vazhdojnë të tregojnë interes për disa atraksione specifike në zonë, si vizita në Kalan e Alipashës dhe turet e kultivimit të midjeve në liçen. Interes njerëzit këtu kanë për të Kalan Alipashës, që është një kalan 250 vjeçare, ka një histori me ushtrimin e Apollonit me francezët, edhe unë një diçka nga kolegët e mi bëjnë turet e midjeve në liçen. Atje, deri te turi i midjeve, deri diku punojmë se kanë njerëz, kanë interes të shohin midje se si rriten, si kultivojnë farma atje, se janë farma 50 vjeçare, pastaj çojmë të shijojnë produktet e midjes, të freskëta nga farma në lokal, të zjera në kalamaq, të pjekura e shumë mënyra të tjera. Këto aktivitete mbeten ndër të preferuarat për vizitorët që zgjedhin të eksplorojnë më thellë pasuritë natyrore dhe kulturore të Butrintit. Produktet tradicionale përmetare nuk ofrohen vetëm në bujtina dhe shtëpitë e zonës, por edhe përgjatë aksit nacional Këlqyr Përmet, ku vizitorët ndalojnë duke shijuar dhe bler prodhime artizanale. Sipas tregtarëve, turistët polak janë ndër klientët më të interesuar për shijet autentike të zonës.
Produktet artizanale po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Ata kërkojnë shijen autentike dhe prodhime tradicionale që mbajnë gjallë identitetin e zonave që vizitojnë. Në aksin nacional Këlqyr Përmet, një ndalesë e preferuar për shumë udhëtar është Tezga Modeste e Fatjona Merkos. Me punën dhe përkushtimin e saj, ajo u ofron vizitorëve një gamë të pasur produktesh të përgatitura në mënyrë artizanale, si raki, vaj ulliri, mjalt, gliko dhe produkte të tjera karakteristike të krahinës. Interes ka patur nga të huajt dhe vendasit. Të huajt kryesisht janë polakët. Çfarë pëlqen? Rakin, vajin e ullirit, mjaltin, produktet tona tradicionale, për shembull likot, kompostot, me të gjitha llojet e frutave. Të shumtën e produkteve i prodhoj vetë, si për shembull glikot, që glikoja është tradicionale e përmetarve, dhe kompostot, për shembull trahanan e kërkojnë, çajën, që është e Trebeshinës e mbleftim shoq. Pas degustimit dhe njohjes me produktet, shumë turist zgjedhin të marrin ato si një kujtim nga Shqipëria ose si një dhuratë për familjarët dhe miqtë e tyre. Rakia e mënit, rakia e dëllinjës, rakia e rigonit, ata me fjalë duket si diçka magjike. Është në të njëjtat ritme, siç ka qenë në vitet e kaluara, neve turizmin e kemi perfekt. Është duhet të them që jemi akoma në avancim akoma më mirë, domethënë. Për artizanët vendas, ky interes në rritje është një mundësi për të promovuar traditën, për të mbështetur ekonominë familjare dhe për të kthyer artizanatin në një urë lidhëse mes kulturës shqiptare dhe vizitorëve nga gjithë bota. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vim.